Emra të shquar të basketbollit fjerak, ish kampionet të Kupës së Republikës me Apollonin, janë takuar në një pasdite të veçantë, ndërto Shpresa Breca, Kaliopi Semanjaku dhe Shpresa Toto. Takimi u kthye në një fest emocionesh dhe kujtimesh nga koha e artë e basketbollit shqiptar. Atmosfera me ish kampionet ishte e mbushur me nostalgji, ndërsa shoqet ndanin episode të veçanta nga karriera, sidomos ato që vulosën historinë e ekipit në momentet më të vështira vendimtare. Është krenari për mua që unë mundohem t'ju organizoj sa më shumë dhe kam kënaqësi që t'ju kem gjithmonë pranë vetes time. Ne gëzohemi shumë që jemi bashkë edhe një herë. Është një gëzim i madh që u takova me këtë shoqë. Është një gëzim për mua që u realizua që kisha shumë qejf që të takoja këtë shoqë. Biseda e grave të basketbollit u fokusua te vlerat që u trashëguan nga sporti, ekipi, përkushtimi dhe sidomos roli i gruas në arenën sportive shqiptare. Lidhjet e krijuara mes tyre kanë mbetur të forta duke u kthyer në një shembull për brezat e rinj. Ish sportistet përcollën një mesazh të qartë, pasioni dhe përkushtimi për sportin janë çelësi i suksesit dhe i misive që zgjasin në jetë, ndërkohë që kujtimet nga koha e artë e Apollonisë vazhdojnë të frymëzojnë fierin dhe të gjithë të rinj që duan të ndjekin rrugën e tyre.